A ju ka kushtuar qëndrimi juaj publik miqësi personale? Po. A mendon se shoqëria shqiptare ende ka frikë nga gratë e forta? Po. A jeni keq kuptuar qëllimisht në media? Po. A do ta zbutni ndonjë deklaratë tuajën po të ktheni kohën pas? Jo. A mendoni se rrjetet sociale deformojnë debatin publik? Jo, nuk mendoj që deformojnë rrjetet sociale. Rrjetet sociale janë një mjet që ne përdorim dhe ato nuk janë as pozitive as negative. Është mënyra se si ne i përdorim mjetet që i bën ato të mira apo të këqija, pozitive apo negative. Kështu që çdo gjë varet nga individi dhe jo nga mjeti. A ju lodh të jeni gjithmonë në qendër të polemikave? Po, është e lodhshme. A është feminizmi i keq interpretuar në Shqipëri dhe Kosovë? Qëllimisht i keq interpretuar shpeshherë. Pra, me vullnet të lirë i keq interpretuar. A ju ka censuruar ndonjë platformë apo media? Më shumë se sa të censuruar, mendoj që kanë deformuar fjalën time dhe kanë krijuar një narrativ të re duke nxjerrë nga konteksti ato që kam thënë. A mendoni se tabut për seksin ende dominojnë shoqërinë tonë? Po, patjetër. A do të hyni ndonjëherë në politikë? Jo. A keni refuzuar oferta televizive për shkak të kompromisit të vlerave? Jo, nuk më është dashur të refuzoj. Nuk kam qenë ndonjëherë në një situatë të tillë. A mendoni se fama e bën më të vështirë jetën private? Po, patjetër. Big Brother VIP Kosova a Big Brother VIP Albania? Të dyja. Mirja apo Mateo? Mirja apo Mateo? Mateo. Selin apo Egla? Selin. Londrem apo Eliona? Londrem. Arbana apo Ledioni? Të dy. Alba apo Limi? Asnjëri. Po të ofronin rolin si opinioniste përsëri, a do ta pranoje? Do varesh nga kushtet. E bukur, Zhako. Këto ishim pyetjet në hot seat. Jam hot edhe unë se i mendoja pak më të vështira. Jo, të kemi kërsy pak, po du me shpalosi një dimenzion tjetër të Zhakut, pa tentu me kriju ato lajmet në për media të cilat janë të etur i gjithë publiku. Por fillimisht mirë se erdhe dhe njerë në Elite Way. Ti urojmë edhe mirë se ardhje shikuesve tanë, edhe faleminderit Locker Furniture për këtë studio të mrekullueshme. Zhaku, zakonisht jemi mësuar pa t'u jap opinionin mbi shumë tema të ndryshme, por shumë pak publiku i Kosovës din për ty. Si ka qenë Zhaku si fëmijë? Si jam tani, ata që janë pranë meje që më njohin që kur jam fëmijë, ose që në shkollë fillore, ose në gjimnaz, e din që unë kam ndryshuar shumë pak, në kuptimin që këtë energjin që unë kam edhe këtë shpirtin e rebelizmit dhe të protestës e kam pasur që në fëmijëri, pra kështu kam lindur. Nëse atere vendi ku unë jetoja, konteksti edhe politik edhe kulturor nuk më lejonte që unë të loboja për të drejtat e gruas, unë loboja për të drejtat e mia ose për dëshirat që unë mund kisha që